Hoqë nëse kretë shtëpia janë kundër meje për pas burrit, çka më sugjeron sipas teje? Sugjeroj që me respektu, me dasht, me nderu qatë burë, se mashallah e paske. Prandaj, veç respektoj ata. Një burë që sillet mirë me gruan e vet, respekton gruan, është i drejtë, nuk mon krah ka askush. Ai burë meriton mu respektu. Prandaj, çka po tani të tjerët? Kush janë tjerët në atë shtëpi? Vjerria, fëmijët, kunetet, kunatat. Kur gjë për ty ata nuk janë me rëndësi përderisa burri, domethënë nuk është kundër teje edhe i respekton të drejtat edhe hakin tënë. Normal këtu duhet me pas kujdes, nëse ti e gabim, burri nuk duhet më u kon krah yti. Duhet më kon krah drejtësisë me të këshillu ty. Jo me ndërmarr hapa të gabum, edhe më hakmar ose me të bëj zullum. Por gjithsesi, kjo një shaj e mirë se keni një jetë inshallah taala të lumtur, e kthehem me të mirë këtij burri mirësinë e tij.